e navigacionit, mere në karate, ishte kampion karate, duke parë se i dishtë nëna dhe baba i ngeli vetëm, bëjnë dhe shkollën e policisë për të mos ngellur detit. Ishte dhe i trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 3 muaj dhe ishte komandant i grupit që patrullonte dhe luftonte me bandat e drogës në Vlorë. Këti personi, në vitin 2015, fatkeqësisht që u shfaqi një tumor në kokë dhe fatkeqësisht vllai i tij, që ishte edhe miku im, ishte pa punë. Gruan e tij aksident nga puna dhe më tha, vllata, ti je në Tiranë, ndihmoje sa të mundesh. Unë bëra aq sa munda, i ndonjë afër, ai është operuar pothuajse si sot para 11 vjetësh, në korrik të 2015-s, ka bërë 7 ndërhyrje në Tiranë. Te ndërhyrja e dytë, ka dëshmitar një deputet të PS-s që dikur thoshte që ne jemi më të mirë se këta, ne nuk vjedhim e tjera, se duhet që t'ja përmendemri, pa i më njeh shumë mirë. Unë babait të tij jepja dhe ujë se mbyte nga kolla. Në momentin që vllai im doli nga spitali, sepse këta donin të lironin dhomat, ky miku im, më fal, ai u bllokua përsëri dhe u detyrua të operojë përsëri në spital. Dhe atë ditë, në temperaturat 39-40 gradë, spitalit shtetëror të Tiranës, personave që Edi Rama u kishte dhënë licencën për të bërë kondicionimin, ju prishën kondicionerat e gjithë spitalit. Dhe në reanimacion, personat që neve duhet i hynin me qese në këmbë që mos kishte asnjë mikrob, u detyruan të merrnin plurin e rrugës së spitalit, të hapeshin dritaret, dhe kur i shikoj aty në dhomë, personat ishin gati të vdekur nga djersa. E të koma të deputetin dhe i thash, po të vdes baba jote dhoma që ke përballë me vllajin tim, dhe po vdes gjithë të ropë që janë në reanimacion, se s'ka kondicionim, ka një ditë, si ka mundësi, tha, mori ministrin telefon dhe erdhën disa planet, dhe unë tha shqyqyr, do t'a regulojnë, e reguluan 2 orë, dhe ka ndonjur 1 ditë e gjysmë përsëri i prishur, derisa unë me dhuni futa një kondicioner portativ, që sa po e bleva dhe e futa në dhomë, dhe ata filluan të merr një frymë të paktën të asaj dhome. Ky person, që ishte komandant i grupit që bënte patrullimin kundra drogës, i shkolluar me 2 shkolla e tjerë, nuk mori asnjë ndihmë nga shteti shqiptar. Prandaj këta politë që rinë tu, ta dinë që një ditë shteti këta i flak. Tani, historia, do më falni se do zgjatën edhe pak. Historia vazhdon kështu, që